Ofrimi i shërbimit të transportit urban për personat me aftësi të kufizuara ka shpresë se do të zgjidhet. Hysen Muhameti, kryetari i shoqatës së para dhe tetraplegjikëve, thotë se përfaqësues të pushtetit lokal u kanë dhënë fjalën se ky problem do të zgjidhet, por ende sipas tij çdo gjë mbetet në kuadrin e fjalëve pasi nuk ka shkresa zyrtare. Muhameti u bën thirrje institucioneve dhe kompanisë që ofron shërbimi të përmbushin një të drejtë ligjore që përcaktohet qartë në kushtetut. Me sa kam informacion që keni dhe ju në drejtim të lëvizjes në autobusat urban të qytetit, ka pasur disa ankesa nga personat invalid, sidomos këtij javë në kaluar, por me sa morëm informacion edhe nëpërmjet bashkisë, më duket se ky problem është drejt rrugës së zgjidhjes. Domethënë ka qenë thjesht një keq kuptim ose në një mos menaxhim i rregullt i kësaj situate. Informacion të plot ne nuk kemi, nuk na ka informuar, domethënë nga bashkia nuk na ka ardhur informacion, edhe nga operatori privat absolutisht nuk kemi gjë të shkruar apo gjë të thënë konkretisht. Kjo është vetëm në bazë ankesave të personave invalid që kanë hyrë nëpër autobuse. Garancinë nuk kemi shumë për këtë lloj shërbimi, sepse edhe herë të tjera është neglizhuar në këtë drejtim, kanë dashur të përfitojnë qoftë operatori privat apo mos zbatimi i ligjit apo i rregullit. Ne kemi me ligj të përcaktuar, me status qoftë në status e invalidit paraplegjik, të punës, të verbër dhe personat me PAK kanë të drejtë të lëvizin në urban brenda qytetit falas. Shpesh herë ka patur tentativa të cilat ne kemi ngritur zërin edhe është zbatuar më mbrapa. Kreu i shoqatës së invalidëve, Hysen Muhameti, thotë se kjo kategori personash shpreson vërtet se ky problem të zgjidhet përfundimisht, pasi transporti urban është të jetë i rëndësishëm për ta. Po flasim për një kategori personash me të ardhurat të pakta që nuk e përballojnë dot koston e këtij shërbimi. Që ta ofrojë ai nuk është e drejta atij për ta ofruar falas, këtë e ofron ligji. Qoftë për to kategori që i përmenda më lart, dhe është e domosdoshme për një invalid pune apo para tetraplegjik apo me PAK që merr 100.000 lekë të vjetra, kuptohet se sa të ardhura ka ai për të ardhur ndihmën vetes apo familjes time atë 100.000 lekë. Kështu që këto janë parashikuar edhe në vitin 2014. Ligji për aksesueshmërinë për personat me aftësi të kufizuar e ka të përcaktuar qartë heqjen e barrierave për këto kategori persona dhe ofrimin e shërbimeve ndihmuese të cilat janë këto: lëvizja me autobus, mos kompensimin pagesën e energjisë elektrike, zbritja deri në 5 metra kub ujë përpara dhe tetraplegjikët dhe plot, domethënë gjëra të tjera të cilat duhet zbatohen. Shpeshherë, personat me aftësi të kufizuara në momentin që kanë përdorur transportin urban janë përballur me abuzimin nga individ të caktuar, të cilët u kërkojnë të paguajnë biletën ose të zbresin nga autobusi.